Vetëm pak ditë pasi kryeministri Edi Rama u prit me ceremoni dhe fjalë të ngrohta në parlamentin izraelit, duket se ka ardhur edhe qoka e radhës. Kësaj here jo me fjalime apo foto protokollare, por me një marrëveshje strategjike që ngre pikpyetje të forta mbi sovranitetin digjital të Shqipërisë. Sipas mediave izraelite, Shqipëria do të ndërtojë qendrën e saj të parë të madhe të dhënave fal një investimi prej rreth 100 milion eurosh nga kompania izraelite ADC. Projekti i shpallur si sukses i afrimit marrëdhënieve mes dy vendeve parashikon që një pjesë e konsiderueshme e infrastrukturës së të dhënave të vendit administrohet nga një kompani e huaj me pronar dhe interesa jashtë Shqipërisë. Me pak fjalë pas pritjes me lavde, Shqipëria duket se po u hap serveret. Lejet janë dhënë me shpejtësi rekord. Toka shtetërore është vënë në dispozicion, energjia e gjelbër sigurohet nga shteti dhe financimi mbështetet nga berg. Një paketë privilegjesh që për shumë sipërmarrës vendas mbetet ende pa arritshme, por që për një kompani të huaj u bë realitet brenda 60 ditësh. Ironia është se gjithçka prezantohet si zhvillim, modernizim dhe integrim evropian. Ndërkohë që askush nuk shpjegon qartë se çfarë ndodh me të dhënat strategjike të shtetit shqiptar, kush i administron, kush ka akses dhe çfarë garancish reale ka që informacionet sensitive të institucioneve, qytetarëve apo sistemeve publike të mos dalin jashtë kontrollit kombëtar. Pas marrëdhënieve më të ngushta midis Izraelit dhe Shqipërisë, kompania izraelite ADC është përzgjedhur për të ndërtuar qendrën e parë të dhënave në vend. Projekti, i cili do të ndërtohet në një zonë të tregtisë së lirë pranë kryeqytetit Tiranë, do të kushtojë rreth 100 milion euro. Objekti do të bazohet në procesorët grafik Robin të Nvidias dhe do të ofrojë 32 MW me potencial për të zgjeruar në 100 MW. ADC është në pronësi të përbashkët të Happy Technologies 80%, një kompani kibernetike dhe informatike në pronësi të Roy Shaposhnik, Noam Frank, Shlomi Avni dhe Itaj Melchior, edhe të kompanisë konsulente për qendrat e dhënave DIT 20% të kryesuar nga ekspertët Zvika Friedman, Nir Poltorak dhe Dan Karmi, shkruan Globes. Më tej thuhet se leja e ndërtimit ju dha kompanisë brenda vetëm 60 ditësh dhe objekti po ndërtohet në 1.8 hektar tokë qeveritare me një opsion për 1.3 hektar shtesë në zonën e tregtisë së lirë Teda, e cila është në ndërtim e sipër në perëndim të Tiranës. Përveç kësaj, infrastruktura e komunikimit dhe energjisë elektrike është vendosur paraprakisht dhe kompania lokale e energjisë elektrike po ndërton një nën stacion të dedikuar në vend. Kompania kombëtare e energjisë elektrike e Shqipërisë do të ofrojë një strukturë të energjisë elektrike të gjelbër nga një burim hidroelektrik. Sa i përket financimit, ADC ka siguruar një linjë krediti nga Banka Evropiane për ndërtim dhe zhvillim për 75% të kostos së projektit. Edhe para se të përfundonte ndërtimi, qendra e dhënave ka siguruar 3 klientë të mëdhenj: kompaninë shqiptare të teknologjisë Infosoft, një kompani gjermane magazinimi dhe një klient të qeverisë shqiptare, identiteti i të cilit mbetet konfidencial, thekson shkrimi. Një qendër të dhënash, data center, është një hapësirë fizike e specializuar ku ruhen, përpunohen dhe menaxhohen të dhënat digjitale përmes serverëve dhe pajisjeve të avancuara teknologjike. Në terma të thjeshtë, data centeri është truri dhe kujtesa e botës digjitale. Aty ndodhen kompjuter shumë të fuqishëm që punojnë 24 orë në ditë për të mbajtur funksionale shërbime si faqet e internetit, sistemet shtetërore, bankat, regjistrat civil, të dhënat e institucioneve, komunikimet online apo platformat e inteligjencës artificiale. Qeveria flet shpesh për sovranitet, pavarësi dhe dinjitet kombëtar, por në epokën digjitale sovraniteti nuk matet vetëm me kufi gjeografik, por edhe me server, të dhëna dhe kontroll informacioni. Dhe sot pyetja që lind natyrshëm është kjo: apo thjesht po ja dorëzojmë çelësat e saj të dhënave të tjerëve?